Jo, fillimisht nuk e kem personalisht flas, nuk e kam pasur plan që të ankohem në rezultatin zgjedhor. Mi po masi KQZ udhëroi rinumërimin fakt 185 vend votimeve. Dhe ajo mostër mendoj që ishte një mostër e madhe prej 7.4% e verifikimit të numërimit fillestar. Si mas e verifikimit nga ana e KQZ-s nuk është pak, është vërtet. Për saktësinë. Mirë po, gjatë fillimit procesit vëzhguesit të cilët i kisha në qendrën e numërimit të rezultateve, na treguan se janë duke u numëruar kuti të vogla. Pra, në fund rezultoi që edhe pse KQZ ka numëruar 185 kuti të votimit që si kuti i bjen të jenë 7.41%, në fakt, numërimi i flet votimeve është shumë i vogël. Është 3.3% për vetëvendosjen, 3.5% për PDK-n, 3.4% për LDK-n dhe 4% të votave të AK-s. Dhe kjo si mostër e vogël e rinumëruar prodhoi ndryshime të votave preferenciale të kandidatëve për deputet, e të cilat nuk ishin numëruar me korrektësi në qendrat komunale të numërimit votave. Nga komisionerët. Numëruesit të votave komisionerët në për qendrat komunale të numërimit të votave. Dhe ky ndryshim, duke qenë se rezultati është i ngushtë mes kandidatëve që kanë garuar, e bën të domosdoshëm saktësinë e rezultatit zgjedhor, sepse kjo mostër e vogël na dëshmoi që ka pasaktësi në rezultatin zgjedhor të numëruar në për qendrat komunale. Unë kam besu që mas ati manipulimit madh të votave që ndodhi dhe u identifikua e u trajtua edhe nga prokuroria në dhjetorin e vitit kalun, nuk do të ketë më numërues që do të ketë guxim të prek votat e qytetarëve ose të devijoj ato në këtë rinumërim prej 3.5% votave të PDK-s ose 5.200 vota. Mu më janë shtu 6 vota, duke pas parasysh që diferenca mes meja dhe kandidatit që ka fitu mandatin është veç 102 vota, atëherë në një projekcion të numërimit të votave të Partisë Demokratike që janë 157.000 vota, projekcioni mund të kalojë mbi 240 vota dallim. Në nivel vendi, po. Në nivel vendi, nëse rinumërohen të gjitha votat, me këtë projekcion të gabimit po flas. Ata quajtën gabim teknik KQZ-n. Tani, çdo që tjetë, a është gabim teknik, a është gabim i qëllimshëm i numëruesve. Rezultati zgjedhor duhet jetë i saktë. Votat duhet të numërohet me saktësi si e ka hedhur votuesin, sepse tjetë po ai vullnet politik që e dha njerëz, po. Edhe një vot. Askush nuk ka drejt me e deviju votën e votuesit. Nuk është detyrë e KQZ-s vetëm organizimi i zgjedhjeve, por është edhe numërimi me saktësi i votës së votuesit dhe ajo pastaj të pasqyrohet në rezultatin final. Këtu përbefasi PZAP-ja e vërteton që ka gabime që dikuj prej kandidatëve i janë shtuar vota e dikuj i janë hequr, pra ka ndryshime në të dy drejtimet e konfirmon vetë PZAP-ja dhe e arsyeton se gabimet janë minimale. Mirë po ligji nuk e lejon që të ketë gabime në rezultatin zgjedhor, as minimale, as maksimale. Në fakt nuk e negocion fare këto. Vullneti politik nuk negociohet. Dhe ligji dhe kushtetuta na garantojnë që çdo vot duhet numërohet me saktësi. Ma shpjegoj me ligj të ri për zgjedhjet. Me ligjin për zgjedhjet, votat i numëron? Votat i numëron votat tuaja, të kolegëve tuaj të PDK-s në rastin konkret, i numërojnë komisionerët e partive të tjera. Sipas rregullativës së KQZ-s, votat e Partisë Demokratike nuk i numërojnë komisionerët e PDK-s. I numërojnë komisionerët e subjekteve të tjera politike, vetëvendosjes, LDK-s apo të AK-s, varësisht se si i kanë distribu punën për brenda qendrës së numërimit të rezultateve,
Pra që ta hekim këtë dilemë që ka hajnime randa PDK-s, jo, kjo është veprime të komisionerëve të subjekteve politike. Ajo që ka ndodhur në dhjetor, ajo ka qenë një koordinim mes komisionerëve të gjitha subjekteve politike, sepse janë mbledhur votat e të gjithë kandidatëve për deputet të gjitha subjekteve politike, ndryshimet kanë qenë ekstremisht mëdha. Dhe keni biseduar për gjithë këtë, s'po them shtyrje, se është drejt ligjore e juaja, haxhiu e kujdo tjetër që të konsumoni këtë mekanizmat e ankimimit, KQZ, PZAP, Gjykatë Supreme, kështu në radhë. Keni biseduar me kryetarin e partisë udhëheruar dhe dje? Po të ajtën, kur para se me dorëzu ankesën e PZAP, po flas për të ajtën e javës së kaluar, e kam takuar kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Hamza, kam tregu për këto ndryshime dhe ai ka qenë pro ankesës në PZAP dhe në instanca tjera, që rezultati zgjedhor të jetë i sakt ashtu siç e ka hedhur votuesi. Askush s'ka pse friksohet nga rinumërimi, sepse nuk po kërkohet as të shtuhen e as të hiqen vota dykojna, as nuk po kërkohet përsëritje të zgjedhjeve, as ndryshim të rezultatit, po kërkohet që vetëm vota të numërohet me saktësi ashtu si e ka hedhur votuesi. Dhe kjo është edhe detyrim ligjor dhe kushtetues edhe i organeve që administrojnë me procesin. Çfarë tha Hamza? Tha lirisht, sepse askush s'ka përshiktuar nëse kërkohet që të hypet një ose një proces që kërkon transparencë të plotë. Po, për të hedhur dritë mbi këtë proces të sepse askush s'ka pse përshiktohet nga rinumërimi, sepse rinumërimi vetëm se e vërteton rezultatin zgjedhor, nuk ka ndonjë të keq ato nëse dihet sakt vota e gjithë secilit e hedhur nga votuesi, ashtu duhet. Thjesht të pasqyrohet, kërkesë të pasqyrohet vullneti sakt i votuesit. Mos t'i tërsohet ai vullnet nga askush. Askush drejt, asnjë numërues, asnjë komisioner nuk ka drejt me ndryshu votën tuaj, votën e qytetarit që ja ka jap një kandidati e ti transferohet të një kandidat tjetër ose të mos i numërohet. Pa, është detyrim ligjor që numërimi duhet të jetë me saktësi. Për ndryshe atëherë cili është kuptimi i është goditi për demokracinë në sens. Kuptimi i votimit sistemi politik për demokracinë. Cili është kuptimi i zgjedhjeve edhe i votës votuesit, nëse ai voton një kandidat për deputet, një numërues ndryshon e devion ja qet një tjetër. Atëherë, pra mos të kthehemi në thënien e Stalinit që s'ka rëndësi se kush voton ka rëndësi kush i numëron. Ky ka qenë shësim edhe me herët, haxhiu. Ndani traditë gjatë me sistemi politik. Do kam besu që mas asaj çfarë ndodhi në dhjetor nuk do të ketë më komisioner edhe numërues që do të ketë guxim e deviju vullnetin qytetarëve. Mi po duket që nganjëherë ka dhe njerëz që bojnë veprime të cilat nuk i mendojnë as pasojat për ta, mi po as pasojat që mund mi bë procesi zgjedhor, ose domen që mundet me shkaktu një kandidati për deputet. Përmendet dhe dje një figurativisht një situatë mbi rastin konkret duke thënë, po atë peshë që ki nëse ke 90 kg, pse ke frikë pas... Po, nëse, po kjo ishte edhe... Se kam frikë institucionet dhe sistemi nëse ka të po. Ose s'ka pse frikësohet nëse kërkon dikush të hyjë peshore, edhe peshorja të rëkon sa peshki, s'ka pse frikësohet askush nëse kërkon edhe një herë me hyp nëse ti i jem peshën e njëj që e ke dhe kjo s'ka pse frikësohet askush nga rinumërimi. Pra, ishte një argument i kryetarit Hamza që s'ka askush pse frikësohet nga rinumërimi, sepse nëse ti i bindur në qiki ato vota, s'ki pse frikësohesh nëse bëhet rinumërimi. Mendoj që vetë KQZ-ja do duhej për faktin që rezultati në shumicën e subjekteve politike të kandidatët që kanë fituar mandatin dhe kandidatët që nuk kanë fituar mandatin është i ngushtë, është prej 102 vota, ndoshta deri 150 vota, jo vetëm të Partia Demokratike, por edhe të subjekte tjera. Rinumërimi kishte me prodhu një rezultat të saktë dhe kishte me na tregu që rezultati është edhe transparent, edhe i drejtë, ashtu si ka hedhur votuesin.
Shije që ke në background në prapavi dyshime se çka ka ndodhur në proces, Haxhi. Mund ketë ato edhe komisioner të papërgjegjshëm që nuk ka qenë në nivelin e tyre. Ai ke të bazuara informatat apo bazuar thjesht në evidentimin teknik të Kjo tani po na tregon, po na jap neve fakte që ka gabime, sepse ka gabime edhe për ma shumë vota se të unë. Pra në 5201 votat PDK-s janë ndryshuar ose tjetërsuar 220 votat të kandidatëve për deputet. Dhe kjo është mosër e modhe e gabimit. Dhe se ky projekcion është edhe në mostrën tjetër të paverifikume. Atëherë i bie që të jenë 6.600 votat të ndryshuara të kandidatëve për deputet që mundin me ndryshu substancialisht renditjen e kandidatëve për deputet. Prandaj është e domosdoshme verifikimi dhe mostrës tjetër të paverifikume përmes rinumërimit që 3.5% të votat e PDK-s besin të paverifikuara në 96.5% është mostrë e madhe, kur është evidentu gabim të kjo pjesë tjetër. Gabimet janë edhe më të mëdha të kandidatët e subjekte politike, si kam analizuar edhe ato. Po. Mirë po është në drejtën e tyre. Një rinumërim i plot i votave do nxjerrë sipërfaqe të subjekte tjera është në drejtën e tyre nëse ata dëshirojnë me bë ankesë. Të kandidatët, po. Nëse ata dëshirojnë me bë ankesë, mundësi tash vetëm se i kanë humbur, e kanë mundësinë vetëm tek rezultati përfundimtar për me bë ankesë, sepse rezultati përfundimtar nuk guxon të jetë rezultati pasakt. Rezultati përfundimtar duhet të jetë rezultati sakt. Bazuar në merit, në saktësi. Bazuar në votën që ka hedhur votuesi dhe jo në titërsimin asaj vote nga numëruesi.